Jam sërish me manjolo edhe me piro. Tani piro edhe në cilësinë operatori turistik nga më të hershmit në pazar, po tani e deputet vllazh i vendin gjithë hallet që ka biznesi. Dhe ti kupton nga njëri kupton dhe më mirë se sa unë, që ne do të kombinojmë me njëri tjetrin. Por kemi ardhur të falenderojmë Manjolon. Manjolon mbase e njihni nga Edua Gjirokastra, se kjo është marka që në fillim të bërit në mbasi hapi 1-2 biznes fiksi puna jote, sot jemi në një restorant të ri. Fiks ke qafe pazarit, me një histori shumë veçantë, titullohet Libraria, sepse këtu ka qenë dikur librari në vitet 30, me një histori të veçantë që ndoshta meriton një ndalesë tjetër. Por sot është kthyer në një restorant shumë të këndshëm me një menu gjirokastrito edhe moderne, të pasuruar, edhe mediterrane, le ta themi. Më qenë shumë bukur, fusi nga këto fjalë tani. Një modernizuar pak. Ku është ruajtur gjithçka nga arkitektura dhe ofrohet një shërbim shumë i mirë. Por sidomos ja vlen edhe për gjithë mjedisin që ka krijuar në të dy katet e restorantit. Gëzohem kaq shumë sa herë që shoh një derë të re, një sofër të re që hapet në Gjirokastër, dhe megjithëse unë jam këtu çdo javë, surprizohem vetë se çdo javë hapen gjëra të reja. Po çfarë s'keni qenë më? Ka thesare. Sa thesare ka akoma, është plot sunduku Gjirokastrës. E janë në Gjirokastër. Merreni me radhë pazarin, ndër të tjera do gjeni edhe librarinë. Ku ka edhe libra, ka edhe histori, është edhe restorant. Është edhe restorant peshku, këtu mes të qafës pazarit. Edhe peshk. Përveç se traditës edhe pak peshk. Është si një librari, si një bibliotek. Bibliotek kulinarie. Po tjetër çfarë ofroni në menu? Edhe pak sushi. Edhe pak sushi, ika. Tani ika, sushi në Gjirokastër. Edhe koktejle. Edhe koktejle. Sushi të darë. Libër, restorant, sushi, peshk dhe koktejle, po padyshim edhe pyreqet edhe qifqit. Pak tradicionale. Kjo është Gjirokastra që unë e dua jashtëzakonisht shumë. Jam këtu me Piro dhe Manjolën, Gjirokastra e brezit tjetër.